Tregtia e dytë me të cilën kam bërë pothuajse 1.2% ka qenë një tregti me Goldin, i cili pati një lëvizje shumë të favorshme dje. Shkojmë e shohim në pjesën e tregtive, nëse shikoni është kjo tregti. Kam bërë dhe një entry më përpara te Goldi, po që e mbylla 0-0, por kjo tregti këtu ka qenë me profit prej 1.2% ose $1.200. Pra, nëse shohim tani në chart, tregtia ka qenë kjo, ka pasur mundësi të shkojë akoma më shumë fitim, unë e kam mbyllur para kohe, shkakun do ja u tregoj pse. Nëse shohim, kemi këtë zonën këtu, në të cilën kemi pasur këtë lëvizje long, kemi pasur këtë lëvizjen këtu long, kemi pasur këtë lëvizjen këtu long, pra shkojmë long, dhe po ashtu këtë sa e kemi kapur këtu, jemi trequr përsëri me një qiri bullish. Pra, kjo zonë tregon që është një zonë shumë e rëndësishme për Goldin. Edhe pse është zonë e madhe, ka treguar kombas kohë që ka efikasitetin e saj të blersave dhe kemi lëvizje shumë agresive përballë. Ajo çka ndodhi këtu dhe unë e vendosa në tregti është që ne e cekëm njërë këtë zonën, e refuzuam dhe nga 5.140 shkoi 5.170, pra bëri 300 pipsa çështje një orare. Më pas shkoi përsëri dhe sapo kapi zonën, unë e mora të mirëfillt që do kemi një refuzim përsëri, pra nuk është se kishim një konfirmim ne. Thjesht e mora të mirëqenë që kjo do ta refuzoj zonën dhe do kemi një lëvizje buy përsëri. Do me thënë, i vetmi konfirmim këtu ka qenë zona demand që ka qenë aty, po pa marrë një refuzim ose një konfirmim në time frame më të vogla me ndonjë qiri bullish. Ajo çka ndodhi më pas është që shkoi akoma më shumë poshtë dhe siç e shikoni ka testuar skajin maksimal të zonës demand dhe gati shkoi më shumë se gjysmë në humbje, më pas u troq dhe unë fillimisht e kisha tek profitin për 1.4 në Goldi, pra nëse do kapesh tek profiti do dilja $4.000 fitim. Pa ajo çka ma ndryshoi komplet mendjen ishte shkaku që shkuam shumë në drawdown dhe mendova se mos shkojmë përsëri e mos bëjmë ndonjë manipulim dhe sapo shkoi diku këtu 5.155 diçka e tillë mund ta shohim dhe po 5.154 e kam mbyllur. Sapo shkoi këtu thash okay, me që kemi bërë komplet $3.000 fitim, po e mbyll këtë tregti dhe s'po tregohem me lakmi për të kapur, do me thënë, full take profit që ishte shumë herë më lartë. E mbylla 3.2% që u sigurua, pra e sigurova një payout dhe ajo çka bëri Goldi është që vazhdoi shumë fort dhe bëri gati 400 pips, siç e shikoni të kësaj tregtie, çka tregon edhe një herë se sa efikas është kjo zona demand këtu. Kështu që kjo ka qenë tregtia e dytë dhe tregtia e fundit. Kemi tregtuar gjithsej 15.6 lote. Kemi bërë $3.300 pa marrë parasysh komisionet që janë me minus. Gjithashtu kemi një win ratio prej 100% në këtë account, kështu që vazhdojmë me këtë progres, si të themi.
Tani unë do pres datën 12 mars për të bërë këtë tërheqje, $3.250 për të tërhequr këto, dhe më pas kemi dhe një 2 avosh tjetër kohë për të bërë $2.000 deri në $7.000 që të plotësojmë domethënë atë qëllimin që kemi në këtë projekt. Shihemi në videon e radhës.